Doktor, cilat janë ato shenjat e hershme që zemra jep pasi të ndodhi ai infrakti i madh? Kemi disa shenja disa ditë më përpara ose një muaj më përpara që nuk duhet i neglizhojmë? Mund të ketë, nganjëherë këto janë evente dramatike, prandaj bëhen dramatike se nuk ka asnjë lloj sinjalizimi, por në disa raste, ndoshta 50-60% raste mund të ketë ndonjë sinjal, domethënë, dhe kjo është dy sinjalet kryesore janë një dhimbje e çuditshme që më përpara nuk e ke, sidomos gjatë sforcimeve, kur bën një hece ose bën një punë, filloi kjo dhimbje dhe ndalon punën, mas 2 minutash shkëlqetësohet. Po ta përsërisësh prapë ciklin, kjo të vjen. Kjo tregon që rezerva e koronareve mund të jetë e ulur dhe duhet të kesh kujdes, duhet të bësh një kontroll. Një tjetër mund të jetë një mbajtje fryme, që më përpara personi nuk e ka pasur, bën një kat e gjys, dy kate me shkallë, dhe thotë, mund vjen që mbajtje fryme dhe më përpara, para 6 muajsh, një viti, këtë gjë nuk e kam patur. Shenja tjera janë të gjitha këto ndonjë aritmi që më përpara nuk e ke vëre, palpitacione, gjëra rrafje jashtë radhe, që ndoshta më përpara ti nuk i ke vëre para një viti. Ato mund të kenë dhe gjëra të tjera, domethënë, që mund të vinë edhe nga aspekte tjera, por megjithatë nuk duhet neglizhuar këto lloj simptomash, ose një jo të qenurit mirë për disa ditë, ndjehemi kputur, ndjehemi lodhur, sa çuditshme, s'kam as grip, s'kam as temperaturë, s'kam as djegje urinimi, nuk kam as diarre, domethënë nuk kam as shenja tjetra, po pse ndjehem kështu i çuditshëm? Edhe këtu domethënë duhet të kesh kujdes, të konsultosh mjekun ose një mjek, një infermier, një shok që ke, merr telefon, unë jam kështu. Domethënë nuk duhen në vlerësuar disa gjëra. Pavarësisht simptomave që janë apo s'janë prezente dhe ne duhet kemi parasysh në cilën moshë duhet të bëjmë qoftë një kontroll, një eko, një kontroll të këtij organi, duke qenë se ky organ jetik po sjell kaq shumë infrakte tek të rinjt, edhe tek moshat e mëdha padyshim, po tek të rinjt është përhapur shumë. Te të rinjt, sepse të rinjt e mbajnë veten të fortë të rinjt, si gjithë të rinjt, shqyr Zoti, domethënë që punojnë, jetojnë, dalin, han, pinë, bëjnë qefe, jetë shumë aktive, shumë e fortë, me emocione, të rinjt, shqyr Zotit që janë, dhe ndodh tek ta sepse pjesa tjetër ndoshta i ka marrë sinjalet dhe ka filluar të jetojë çik më në rregull me ato që thamë më përpara, me dietën, me oraret, ndoshta merr dhe një mjekim, se nganjëherë janë ca mjekime edhe sado të vogla, 2-3 ilaçe që të ruajnë disi, e ulin rrezikun e eventeve si infarktet. Pse ndodhin? Ato nganjëherë domethënë nuk i parandalon dot dhe të rinjt edhe po të bëjnë një EKG ose një eko nuk i heq nga rreziku, edhe po të dali negativ, 90% të rasteve dali negativ, ato nuk shef asnjë lloj ndryshimi. I thuj pacientit shumë mirë je. Por kjo nuk të nxjerr nga zona e rrezikut. Nga zona e rrezikut të nxjerr ta mbash veten, siç e thamë, të kontrollosh presionin e gjallit, kontrollosh yndyrnat, dieta, lëvizësh në pak, bësh 40 minuta, 2-3 herë në javë, do të ishte minimumi, do të ishte më mirë, apo ta bësh 5 herë në javë, akoma më mirë. Nëse ke faktor rreziku, ato që thamë që në fillim, pra një gjenetik të fortë, një familiaritet të fortë, apo faktor rreziku të fortë, për shembull kolesteroli shumë i lartë, padyshim, edhe pse ti mban dietë, po një jetë shumë të rregullt, është një kolesterol i lartë nga ana familjare. Këto grupe persona, dhe kush ka një diabet prej vitesh, këto grupe personash duhet të kalojnë në shkallën upgrading, në shkallën më të lartë, bëjnë disa prova ushtrimore, eko ose EKG da sforzo, dhe nëse aty ka dyshime, ka edhe tjera, do të thosh scintigrafia da sforzo. Të mbahet në kontroll. Ose angiotak koronar, që janë tash ka dalë shumë e modës që shifen koronarët nëpërmjet skanerit.